As mos prisi të vi urin nga për të oqeanit e Edi Ramës, se Edi Rama është shpallur non grata në Amerikë, tjetër që nuk e thonë këtu. Kjo është dëshirë? Është dëshirë apo ka diçka konkrete? Nuk është dëshirë, jo. Është se ju them. I shtën zyrtarisht, i shtën në synë nga ekranet e televizioneve private, i shtën Edi Ramës je non grata e ka thënë. I shtën o vllai dashur. Ka mbaruar e punë. Megjithatë, kemi thënë në mënyrë të përsëritur që nuk do ketë zgjedhje. Praktikisht këto nuk ishin zgjedhje, këto ishin thjesht një provë që u bë të shikojnë se deri ku arrin mashtrimi dhe poshtësia në zgjedhjet në Shqipëri. Praktikisht nuk fitoi Edi Rama. Ka fituar Sali Berisha që i dha fitoren e Edi Ramës. Këtë fitore të quajtur fitore se nuk është fitore. Nuk kanë votuar 20% sa thanë sa u deklaruar nga media shqiptare dhe nga qeveria shqiptare. 10% kanë, 10.2, 10.3% kanë votuar. Pra, është një mashtrim absolut si gjithmonë që dinë të bëjnë komunistët propagandën që e kemi thënë dhe këtu nga ekrani juaj, që në propagandë komunistët janë të parritshëm, të pakonkurrueshëm. Dhe praktikisht po vinjej. Vijnë tek humësit. Në fakt, nuk humbën demokratët zgjedhjet. Demokratët kanë humbur se s'kan lider, s'kan udhëheqës. Udhëheqësi demokratëve është person non grata në Amerikë, se demokratët janë kontradikt dhe me veten e tyre. Nga njëra anë thonë e duam Amerikën, po nga ana tjetër mbajnë në krye atë që nuk e do Amerika. Atëherë të zgjedhjet të marrin. O do mbajnë Amerikën, o do mbajnë atëherë Sali Berishën. Sali Berisha e ka mbyllur kapitullin e tij me Amerikën. As me fjalë fare që ti iqet non grata, gjatë gjithë këtyre ditëve siç kemi bërë dhe emisionet bashk, kanë mashtruar me 10 herë, i është hequr non grata, do të hiqet non grata, do vej në Amerikë, s'do vej në Amerikë, jo zotri. Non grata i humbi zgjedhjet në Shqipëri. Po i humbi dhe një faktor tjetër që nuk e thot njëri, po unë do ta them tani. Para disa muajsh, nuk e di, 4 apo 5 muajsh, zënja Argita Berisha deklaroi dhe kur e pyetën dhe i thanë nëse babai juaj do japi dorëheqjen, ju çfarë do bëni? Do kandidoni? Dhe ajo tha, nëse babai im jep dorëheqjen me do e mos, që do kandidoj. Kjo deklarat e fundosi Partinë Demokratike, sepse demokratët shqiptarë dhe karakteri shqiptar nuk të pranojnë që ta bësh ti partinë ta trashëgosh na babat e i biri apo të e bia, se nuk e ke çiflikur zotëri. Por në fakt, realisht, Sali Berisha e ka kthyer Partinë Demokratike në çiflik. Ndaj humbën demokratët, ndaj nuk shkova dhe unë të votoj zotëri, ndaj janë me mira demokratë që kanë abstenuar dhe nuk vajtën të votojnë, sepse nuk e duan më Sali Berisha në krye, sepse nuk duan të kenë një pushtet familjar. Ç'është kjo? Humbe ik. Këtë optimizëm të popullit opozitar, si mund të injektohet shpresa tashmë në vitin që po hyn të 16-tin? Thjesht fare. Kam thënë, dia par dia nuk e di kush më pyeti, një nga ju gazetarët, dhe kam thënë Partia Demokratike ka djem të shkëlqyer, 2 prej cilëve i njoh unë personalisht. Erges Eskiu, një djalë model. Kur them model, jo brashnjar, po model i demokratit, i qytetarit dhe i shtetasit të ndershëm. Dhe Lisandër Hoxha, Lisandri, një djalë i shkëlqyer, domethënë nuk e ku ti vësh një presje. Këta Sali Berisha i la jashtë listave dhe mban në brenda listave të tërë spion të sigurimit të shtetit. Pra, kupola e Partisë Demokratike është një kupol e sigurimit të shtetit, e sigurimsave. Ndaj kurrë e kurrës me atë kupol, Partia Demokratike nuk do ketë pushtet dhe nuk do vinë pushtet. Dhe do luftojmë të tërë të mos vinë pushtet. Pra ju po thoni që nuk është problem vetëm Berisha, por edhe berishizmi brenda.
Urdhër, nuk të dëgjova. Ju po thoni që nuk është problem vetëm Berisha, por edhe berishizmi brenda AFD-s. Nuk të dëgjoj. Pra, ju mendoni që berishizmi e ka kapur PD-n aq keq sa edhe të largohet Berisha prap nuk shpëton. Duhet të iki të qërohet e tërë kupola e Partisë Demokratike, që kanë 30 vjet që janë deputet. Po Flamur Nokën, si e keni parë këto ditë, Flamur Nokën, sekretari i përgjithshëm, numri 2. Ku dallon nga Berisha? Ku dallon? Dhe këta kanë bërë miliona zotëri, këta nuk dalën të thonë të vërtetën si e kanë hallin. Nuk dalën të thonë të vërtetën elektoratit. Këta e gënjejnë elektoratin. Elektoratin e PD-s, të djatë se të tjerë që gënjejnë do. E para gjitha, këta nuk kanë disiplinë në parti, këta disiplinën e kanë krahinore. Me qenë se Sali Berisha është tropojan, të gjithë veriorët votojnë për Salihun. As duan të tinë fare se çfarë po bën Salihu në ekonomi, në drejtim, në politik, në qeverisje të tjera. Fare hiç, mjafton të jetë ai që kemi nga ana jonë. Kjo është e gabuar. Kjo është e tmerrshme. Kjo është që nuk ka më ku të vej kjo gropos të djathtës shqiptare. E djaththa shqiptare, zotëri, duhet të mblidhet, të bëjnë një peticion dhe të shkarkojnë urgjentisht atë kupol të neveritshme që ka në krye Partia Demokratike, të zgjedhin djemë dhe vajzat të reja, që janë me të vërtet demokrate, me të vërtet, por me përparësi kryesore njerëzit e përndjekur politik, familjet e përndjekura, të cilat Sali Berisha i ka luftuar në mënyrë sistematike. Mos të harrojnë demokratët Lorak Bejko që u vetë dojtë në kone Sali Berisha, si ishte Sali Berisha president. Përse u vetë dojtë? Aje, bravo. Pra, ajo vetë brasje i thot të tëra se kush është Sali Berisha. Dhe këta akoma e mbajnë se kanë bajraktarizmin. Dhe të mbajnë bajraktari, Sali Berisha edhe të rinë, të bjen longarit të temi në vende. Avokat, po Berisha tha që unë do iki kur ta vendos Zoti. Po, me atë kupol që mbanë rreth vetës dhe me atë marrëdhënie që ka bërë me Edi Ramën në 2008, dhe Edi Rama ashtu tha, kur ta vendos Zoti, pse se ata kanë njëri tjetrin, mbajnë njëri tjetrin, mbaroi ajo punë, pra atë u bë marrëdhënia e 2008 se 21 prillit. Po këta partitë e reja, avokat, nuk arritën ta çajnë sistemin. Ke probleme internetin. Partitë e reja nuk arritën ta çajnë sistemin. Partitë e reja janë partitë që ka partive të vjetra. Nuk ka partitë të re. E di kur do kishte partitë të re. E di kur do kishte partitë të re. Kur t'i bëhej një qilizëm e thellë udhëheqjes së Partisë Demokratike. Kur me të vërtet njerëzit të dalin dhe të diskutojnë lirshëm. Dhe nëse do bëhet gjë tillë, do shkoj dhe unë të diskutoj me ta bashkë, sepse kam sakrifikuar, pra atë parti ka marrë me 10 herë nga Athina deri në Tiranë. Po kur shikoj që aty ka bajraktarizëm, ka unë dhe s'ka njëri tjetër dhe nuk të hapin dyert, nuk të hapin zyrat, atëherë përse të vete. Avokat, si